në BUM! Jemi edhe sonte me ju për t'ju arktuar, për të pasqyruar problemet tuaja dhe kryesisht Rozana është edhe për një... Rozana është shumë e lumtur sepse vjen në shtëpinë e saj dhe shet dy yje që e presin, kanë pastruar gjithçka. Faleminderit. Jeni, djema jeni. Kuish. Po tani më lejoj të dëmoj shumë në përsokak se ju kanë dalë llafe poshtë lart. Ua, po jam, sigurisht jam vërtet famshëm djem tani, më çfarë, po ti pu dhe unë se nuk bëhet nami, ë? Se nuk ka unaz në botë të shpreh, të më ndaloj të shpreh simpatinë time për këta dy djem kaq bukur. Ma shpreh një herë, shpreh ti të flasë dynjaja. Edhe për të gjithë teleshikuesit. Tani do kalojmë direkt në jo në temoj, në kërcim. Te kërcimi e kam ndjer Rozi. Rozi ti edhe mund të kërcesh, se unë e kam vërej që ti kërcen edhe me lajmet. Se ju artistët nuk ju mora vesh kurrë. Por ti çdo ditë kur vjen për në punë, çfarë rrugë përshkon, Rozi? Përshkoj rrugët e qytetit tim që janë të mbushura me aromë. Rrugë që na çojnë diku. Mos më pyet Fjori për ko e diti se kush i ka bërë ato rrugë? E di kush i ka bërë. Klasa jon punëtore me forcën e kraut i ka bërë. Tani me thënë të drejtën fare, me rregull treshi, i bie që ne i kemi bërë, se me taksat tona janë bërë ato rrugë. Po shumë mirë ke bërë që ke bërë. Por, janë bërë në kohën e qeverisë Berisha, sepse në 8 vite të qeverisë Berisha, sipas Partisë Demokratike, janë ndërtuar fiks 9.000 kilometra rrugë. Është gabim sepse nga burimet e mia të brendshme të asaj qeverie, edhe vetë Partia Demokratike nuk e ka shumë korrekte shifrën. 11.000 kilometra rrugë, se ti kur shkon në Ndërmi, në Ver, Rozi, se unë e di që ti vdes shkosh në Ndërmi, ajo rruga që përshkon, e ka bërë Sali Berisha, që ta dish. E ka bërë Sala, ti e bërë këtë rrugë, ti e bërë këtë rrugë. Dhe unë nuk e Po ti pas ke bërë gjitha atë rrugë? Të lutem shumë, a mund t'i drejtoheni me ju, zotit lider historik të Partisë Demokratike? Po të lutem shumë, Rozana tani... Ju e pas keni bërë këtë rrugë? Po sigurisht, dhe ti e di që debati kryesor ndërmjet të gjithë qeverive që vinë në pushtet është rrugët, pikërisht rrugës. Pse? Sepse një vend që nuk ka rrugë, nuk ka zhvillim, s'ka zhvillim, sepse kur nuk ke infrastrukturën e dur, normalisht nuk ke as zhvillim, nuk vinë kompanitë e ndryshme të investojnë, se si do funksionoj, apo jo? Si. Të ndjekim pak se çfarë debati bëhet në ditët e sotme ndërmjet qeverisë aktuale të Edi Ramës dhe ish kryeministri për 8 vite i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Të ndjekim pak debatin. Shqiptarëve ju thuaj për ditë nga qeveria vjetër se ishin ndërtuar 10.000 kilometra rrugë. Nga viti 2005, në vitin 2013, 1.724 kilometra rrugë. Pra jo 10.000, po saksisht 1.724 kilometra rrugë, por jashto këtu rrugën e kombit që u bë pa tender fare. Për rrugët e nisura, ka të 4 anët, dhe të lëna rrugëve, qeveria e vjetër ishte para vetëm për 1/3 e shumës së tenderuar. Mund mos merreshim me gjitha këto dhe gjitha do para t'i fusin në buxhet. E t'ju këndonin ju e këngën rrugë, hajde takohemi ke rruga, po t'na bjeri rruga. Smuret se e din që rrugë nuk i ka të ti. E hanë rrugë, njeriu që hanë rrugë të shky. Kanë ndërtuar, tha, 900 kilometra rrugë. Ndigjoni mashtrusin, e? Rozi, për të duart roketi, se unë duart rokas për rrugët që janë ndërtuar. Shqiptarët nuk din sa bëjnë 2 dhe 2. 2 dhe 2 nuk bëjnë, po si bëjnë 2 dhe 2? 5 bëjnë. Bëjnë as 5, po 2 dhe 2 bëjnë 2, këta 2, që mbajnë një tek këto që janë. Po je me fat, Rozi, je me fat, thash ky 2016 ka qelluar viti yt edhe pik mbaroi. Pavarësisht xhelozisë time që nuk ngurrojnë asnjë moment ta shpreh dhe. Po ti xheloze ke publikisht. Kështu kam qenë, po ç'të bëj? Jam komplet tipi Edi Ramës, edhe Edi Rama shumë xheloz. Zoti kryeministër, jeni shumë xheloz. Të lutem shumë tani, ato 11.000 kilometra janë bërë,
Po janë bërë, më. Po i kemi bërë me demek qeveria Ramës, po la ka borxhet e qeverisë së Berishës. Po do t'i laj. Më falë, po falë ke borxhin publik sot, do t'i laj. Ka borxhe, plot ka borxhe. Po mirë se në fundit gjithë bota kështu jeton, me kredi. Merë kredi, la kredi, puno. Unë me kredi kam shpinë, kam makinën, kam edhe një komshi aty e mbaj me kredi. Shumë mirë, po kredi ti se paguam pak me. Po, se merrni me juve të... Tek e fundit unë do marrë kredi dhe që të martohem më Rozi, po ti nuk e di. Lëre, tani lëre. Të shkoj jeta duke ngrënë, të shkoj jeta duke ngrënë. Më pëlqen Pejman shumë, më pëlqen shumë edhe i falenderoj që mi kanë sjellur. Ti e di, Rozi, që unë jam natyrë që nuk mbaj vetëm hallet e vendit tim. Ti mbaj hallet e gjithë botës me trajse ti, poshtë e lartë. Aty. U mora me këto hallet në qik më afër nesh. Do thua shti, qëfar ka ndodhur, se e di që ta plas buzën her pas here. Qëfar ka ndodhur? Po zgjedhjet në Maqedoni, moj motër. E di se u lida me Skype me ato edhe gërthita ka ikur zëri. Se e përdor Skype-in ti, Rozi? Se e përdor, ndash e ka futur teknologjinë e fundit. Mirë, bën. Po ti më ime e përdor Skype-in, e? Kujdes një qik, se mos e haron dhe njerë hapur. Ka që po të tem. Por, Rozi, ti besoj i edhe në dieni të rezultateve. Ti e di që nuk mund të krijohet një qeveri e re pa mbështetjen edhe pa përkrajen e partive shqiptare, apo jo? Po sigurisht do mbështetje, do përkraje. Dhe ti besoj që e di që Çelësi i krijimit të qeverisë së re tashmë në Maqedoni janë pikërisht partitë shqiptare, por ti e di gjithashtu që për pak Gruevski deshe Nese, se ju rodhë votat shqiptarët këtë radhë, që ko votuar më shumë për Zoran Zaev, po s'ka problem. Qarisht e kjo Zora, kush ishte që shkjo me zë? Është një qytetar Maqedonas që ka një parti, drejton një parti politike Maqedonas. Qafë, më përqen. Ashtu dhe. Do thua shti për shumë, qëfar do bëjnë shqiptarët tani, me që kanë Çelësin e krijimit të qeverisë në dorë? Qëfar do bëjnë? Për shumë, ti e di që Ali Ahmeti ka fituar sa deputet? 10. Për shumë, momentu ju të fatë që ka vetëm 2. Vetëm 2. Shumë i vogël. Dhe nuk të shkonte mendja kur që Lëvizja Besa do fitonte 5 deputet. Të shkonte mendja. Po është fiks tjetër tani. Po Alanza për shqiptarët, të shkonte mendja që do fitonte 3 deputet. S'nga shkumeni asnjëherë. Ta dish që ne shqiptarët nuk bëhemi kur bashk. As bashk, as njerëz nuk do bëhemi asnjëherë. Këtë radhë, situatën në dorë, e ka marrë ai që ti thua është i bukur i dheut. Ai që vishet stylish, ai që nuk i qanë zemra vetëm për ne, po për të gjithë shqiptarët. Qanë për shqiptarët. Hallet e shqiptarëve. I qanë, si i qanë me ori, Sa bukur, dhe qarën e ka artist, se nga si fust me artistët juve, o dhe qarën e ka si artist. Ti ku i fut artistët? Ti në veçanti? Tu. Ti më bangë shumë. Vetë kryeministri Edi Rama emi, u edhe Majlajdos që vetë kryeministri Edi Rama, këtë radhë ka vendosur mos të jetë thjesht vëzhgues. E pa dje pritjen e ambasadorve? Po jo, se u shkëput lidhja direkte, se filloj emisioni bum në orën 19, nuk e pam deri në fund. Foli edhe për zgjedhjet në Maqedoni. Madje u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë, do me thonë kryetarëve të partive shqiptare në Maqedoni, që të bashkohen si një trup i vetëm sot më shumë se kurrë për të ardhmen e shqiptarëve atje, që ata të jenë jo vetëm të bashkuar, por Ata të jenë shqiptar dhe të mbajnë themelet e tyre, të mbajnë flamurin lartë. Sa lartë flamurin, apo të mbajnë? Sa më lartë është më mirë. Ashtu dhe, do thua shti, pse dhe këtë e ka për kryeministri? Po jam e shqes. Po sigurisht se neve nuk kemi halë, kështu që normalisht do meret me halët e shqiptarve të Maqedonisë. Ajo dihet dhe e ke parasysh kur e ke këshu olio kon, si thuhet, vaj me deta. Sa përktej, po lavdron kryeministrin. Ashtu dhe olio kon mare. Normalisht që do e bësh edhe këtë punë, apo nuk ka një retorik të shkëlqyer me Rozi, që ta bën kështu mishin kokër, o zot.
Dhe duke qenë se është një negociator i jashtëzakonshëm, pra duke qenë se nuk donte thjesht të bënte rolin e vëzhguesit, por të ishte ndërmjetës në gjithë këtë proces, ti do shohësh tani se çfarë ndodh tek ne, se ti e di se si e trajton opozitën tonë, ti e di se çfarë marrëdhënie të shkëlqyer ka pozita dhe opozita jonë. Si besoj e sheh parlamentin çdo të enjte. E shikoj ku kam drita në shtëpi, e shikoj përgjithsisht të enjteve nuk ka drita në shtëpi. Ashtu, s'ka problem. Ja, të jap unë një kështu buqet marrëdhëniesh, ndiqe pak dhe mëso Rozana. Partisë shqiptare në Maqedoni janë të imponuara nga interesi i të gjithë shqiptarëve pa dallim, që besoj se është interesi i të gjithë popujve të rajonit pa dallim, që të flasin me një zët vetëm. Se ata që të bënë synet politik, ata të hoqen dhe forcën e fundit të burrit ty. Unë nuk e dija që e marrë me synet, e dija që e marrë me zemrën. S'los biços si ti, nuk laun vetën biços si teletit. Se është si ato vajtojsat profesioniste që shkojnë në përvaki dhe qajnë me ligje, por të çliruar të afërmit nga dhimbja e të ikurit. Rimo avokati krimit. Rimo avokati drogës. Ju lutem mos hyni në gjëra të panevojshme. Rimo avokati drogës. Jepi për sheshit, nuk e di sa e ke kuotën sot, sa do flasësh, për ta ngrënë ndarke, apo e hanë gjesti. Kush ishte në skuadrën e basketbollit se pranon të njërin dhëmë se qelbej në erë. Kur dhe prostitut dhe sot i fjalë. Dhe prite e canca. Jeni bërë si Shaban Qosja. Do t'ju ve këtu të ndigjoni një parodi. E di Roma e mprehu shpatën, edhe i herë o me nisë fushatën nga Peshkopia, ku ja dhjeu bashkinë Shukria. I e rapsodi madh. I e ke harkur i lahutës që hap kram. O qohun kosa di Berisha, o nej bashkon burat me pisa. Hajde Sali. Kosa di Berisha, Ku e ke Shamin? nej bashkon burat Shamin ku e ke? me pisa. Sa më pëlqen. Po ky është doktor Zemra, po? Kardiolog është kardiolog, Por... por Tak nga pak. unë për ligj çdo fjalë të asaj kënge, se në ka burr në këtë tokë që mund të arrit i bashkoj shqiptarët është Sali Berisha. Kaq kisha Rozana. Ashtu dhe le të përpiqet Edi Rama nga mëngjesi deri në darkë dhe nuk Zoti janë. Sali Berisha të shikoj zemrën e mo dhe një herë o për situatën. Kjo që shpatra qorin te koka. E more versë kush është E ka modifikuar pra tekstin. Asnjëherë. Si ndjehesh ti Rozi kur ta rrisin? Kur ma rrisin? Qishëm djenë? Më potente se kur. Po për çfarë rritje po flasun? Se ti sa dëgjon fjalën rritje, çu ku merr një çik kështu, egzaltohesh më shumë se ç'duhet. Tashi ti na jep një gërm të paktën. Një gërm. Fillon me po. O sa qef kam kur ma rrisin rogën më i fjori. O sa qef kam kur ma rrisin E rogën. kam fjalën pikërisht për rogën, për pagat, për Aty më ri, pensionet. aty mbahet. Se mami im për shembull mbrëm u lumturua shumë. E di pse u lumturua? Pse? Do marri 60.000 lekë të vjetra shpërblim për Qa vit të të bëj, ri. qa të bëj? Gjeri deti do një 80.000, po s'ka gjë. Gjeri detit vetëm me qira për ta djeon për ta marrë, ishte 10.000 lek ora. Gjeri detit, vetëm me qira.
Aqë kishte, Quna ju keni kështu pula të lodhë me fare, kishe me 3 lekë gjeje dhe 3 kuçam. Filloj di atë keqë në Edirama, po tjere, po ti po shqyqyr që të kemi, se nuk na e kanë rritur asë njerë me 60.000 lekë. Imagino, t'ja rriti mamit, t'ja rriti Edi mamit, imagino, që qanë dheri ka bërë mamit. Erdi kjo dit, edhe shtresave në nevoj, 20.000 lekë shpërblim për vit të ri. Por, le të kalojmë pak nga atmosfera e festave, tek përditshmëria, sepse fest nuk e kemi përdit. Ja u gëzuan njerëzia për vit të ri. Zda është gjel përdit? Pra çdo, le që erë velesh, ditën e 2 të vitit të ri të vjen mendja për kos për njerë. Po ja ta zëm u kënaqën për vit të ri. Po pastaj se barku do të ushqehet çdo ditë, apo s'është kështu, goja do të hahet çdo ditë, Rozi? Do thua si çfarë ka bërë qeveria në këto 3 vite për pensionet edhe për pagat? Bën qeveria, bën. Unë e kam thënë gjithmonë, do ta them, qeveria bën, rrit rroga, qeveria jep gjela, do japi gjela falas qeveria. Qaore ndodh gjithë kjo me se... Plus rroga do japi dhe gjela më duket. Prisni gjithë nga qeveria nga i gjel falas, gjithë e keni këtë vit. Ja prit se erdi tek thesa e fundit është gjeli. Të kalojmë sërish tek pagat dhe pensionet. Kanë thënë dhe është trumbetuar fort që do të rriten. Gjithmonë çdo vit, ndërkohë që deri më sot, pra ka 3 vite rresht që nuk bëhet asnjë rritje page dhe pensione, por ka vetëm indeksim. Për shkak të inflacionit bëhet edhe kjo, Rozi. Sa i pëlqejmë neve këto termat ekonomik, nga që ne të dyja dhe kryeministri kemi mbaruar liceun artistik. I kuptojmë në shumë. Këto shifrat nga ekonomia marrin vesh që ç'keme të. Pra nuk ka patur rritje pagash, as rritje pensionesh. Ka patur thjesht indeksim. Por, të ndjekim pak se çfarë ka thënë gjatë gjithë kësaj kohe kryeministri, pra është propaganduar fort që do të ketë rritje pagash dhe pensionesh, ndërkohë që të ndjekim pak zemrën time. Ne duhet të rrisim edhe rrogat dhe pensionet. Kur them të rrisim pensionet, nuk flas për rritjen 1%. Ajo nuk është rritje pensione, është indeksim. Njerëzve ju kemi thënë, nuk ka rritje rrogash në kohën kur duhet gjithë bashk të nxjerrim anijen që po na mbytet mbrek. Nuk ka rritje rrogash dhe pensionesh në kohën kur kemi gjithë to borxhe për të shlyer. Nuk ka rritje rrogash dhe pensionesh pa bërë reforma. Janë $100 milion që ne do t'i ndajmë nga arka e përbashkët e shtetit dhe do t'i kalojmë në arkën e buxhetit të çdo familje shqiptare në formë rritje rrogash dhe rritje pensionesh. Kështu që ne duam tani që të bëjmë një rritje të fortë rrogash dhe pensionesh. Se du ta bëjmë. Patjetër të shtojmë pak edhe pensionet. Jo vetëm atë indeksimin e inflacionit, po të shtojmë pak edhe pensionet. Pamjaftueshmëria është më evidente, është tek pensionet. Rriten me 3%. Nuk është as pak, po nuk është shumë. Jo vetëm atë indeksimin e inflacionit, po të shtojmë pak edhe pensionet. Të ishin lekë, do t'i idhja ashtu ti, Rozana. Ti hedh ndasëm tate fjarë, pap, sa të mirisi kryeministri. O zot, ja, ta shtroft zoti me florime, Rozi, që të them më unë ty. Pra, gjithmonë thuhet rritje, ka rritje, ndërkohë që ka thjesht indeksim. Dhe shtresa që goditet më fort, janë pikërisht pensionistët, ta me 3% shkretët. Shëritur pensioni, thot mami im, 3.000 lek. E kupton? Po 3.000 lek. Edhe mama jote, i jep gojës shumë. Po të shtë duhet që e thua. Po rria mos Po se i vjeni natë, nuk përfiton 7.000 lek rritje. Do të ta heqin të atë 3.000 po fole, ma e zërë ta heqin. Ke të drejt. Mami mos e përfol se nuk bëhet. Ma ka thënë kryeministri këto, të lutem shumë. Ja, ngrihet për shumë në mëngjes. Ashtu dhe është në humor kryeministri, thotë do ja u arris. Kemi lek plot, kemi grisi, opa, grisi. Jo, është gjynati grisi, apo letrat edhe grisen. Nuk grisen lekët. Pastaj i hipi nervat kryeministrit, e thot, ku ju nuk meritoni kokër leku mos, s'ka as një rritje, as pagash, as pensionesh. Pastaj,
Shoku Thaj. vjen në qef dhe thot, ja, mos të dhe auri se bëj shaka, nuk është ashtu që me Bëj shaka tha, po ju tha, disha mos i bin qaf kot, tha i tha. Ju tha, po ju mbytet barka ta, te bregu 2 të Durrës tha, ju doni rritje roge. Pritjer tha, pritjer. ashtu da. Të nxjerrni barkën tha, pastaj shohim. Të kënaqemi me indeksim edhe kaq. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I give them. Free up yourself, get out of control. Si më kalove fundjavën më i Fjorja, man, o quna hëma. Gjërin se di si jam, nuk më ka dal ende efekti të premtes. Se ç'bëret premten ti? Pastaj e shtuna ishte akoma më intensive. Po ti si ka kalove fundjavën? Po mirë, ja isha me Përveç quna, faktit që- dolëm me Montin dhe me Gimin. Ne nga liçeni me siguri. Po, që Po me politikën je njohur pak gjatë fundjavës, se Ja, po, ti e di që me lumi politikën- fle dhe politika s'fle. Ta kam lënë ty këtë profil. Po pse moj? Janë interesant Ne shumë. jemi të rinj, duam të jetojmë jetën, unë me këta dy E djemë si duam pëllumba. jetën Dajnalini të jetoj. Nuk po kalojmë në stonatur, se pastaj Zëri, cop. tek politika. E kemi Rozi tek politika. Do thuash ti, ç'ka ndodhur? Asgjë. E kam pas pushim dhe këta, çtu Jo, pushim pas, s'do. E ke dëgjuar ndonjëherë atë shprehjen ti se kryeministri ynë e përdor shpesh. Kë shprehje? Si thuhet, u mbar smali dhe polli një mi, ha, se i gjeta Mali që ka mali 7 zande nëse di keni. Po kur ka filluar të pilli Se mali? ke dëgjuar kryeministrin kur e thot? The mountain got pregnant and the mouse was born. U mbar smali dhe polli një mi, thot. Ajde minja, mali. Kush e di si ja ka dhënë emrin? Po lore tani, se s'do rrim të filozofojme edhe për emrin e miut, por ti çfarë gjuhë ngjet përgjithsisht? Unë flas pak çobançe, por me tekst të kulluar. Ju motra tona vlehe, ti e di, kështu e flisni, mire ngisni. Të ndjekim pak se si përkthehet në disa gjuhë të botës, se si i thonë ndërkombëtarët, se si e përkthejnë këtë shprehjen tonë popullore, u mbar smali dhe polli një mi. Vetëm një. Të ndjekim pak se si bën në italisht kjo shprehje, ë? Magari. Dhe nga kush do ta dëgjojmë nga goja e shefes së politikës së jashtme në Bashkimin Evropian, zonja Kush zonjë? ajo moj Bojallesha, Moj kush je? me flok të verdhë. Po Federica me Federica, po Mogherini moj Mogherini. Federica. Me zonja Federica. Po pse ti mendon që nuk e ngjet gjermanishten mirë edhe komisioneri për zgjerim? Ashtu a? Johannesi. E flet Johannesi, Ja, dhe zotin Han, ta ndjekim Aha, pak. ta dëgjoj mirë. Si e përktheni ju shprehjen e kryeministrit ton? One thing I have to underline that we have a say in Albanian. I don't know how good I am in translating it, but it goes like the mountain got pregnant and the mouse was born. So this looks for the moment to be this law that has served a lot to make clear and transparent that what was told to be a pregnant mountain was just a mouse. Thank you. Does exist in Italian. It's La Montagna Partorito un Topolino. I cannot translate it better in English. I'm sorry about that. In German, we would say the mountains have circulated. I don't know how this is possible, but the mouse was born. Yeah, I don't know. Sometimes even Germans are very fun, have a lot of fantasy. E dëgjove! Bë miu ndërkombëtar. E dëgjove italishtën e kulluar të Mogherini. La Montagna. A partorito un piccolo topolino. Un piccolino topolino. Pa edhe zoti Johannes Han, aman. Taj, nato maja, ripa. Një herë, po një herë jo. Një herë ndoshta, po e tha. Mohan. Dhe ne që mbetëm me anglishtën tonë, dalim dhe në televizor, po si me se një qik sedër, nuk na vretin që kjo ndërgjegja, kemi mbetur ende. Polli profesori joni anglishtes një minë, edhe nuk e mësuam. Edhe ne mbetëm te the dog is under the table, but the table is on the floor. Dhe këtë e kam mësuar fundjavën e shkuar. This is the pictures.